Kryeministri slovak bën turnin e natës në një furbuke në shenjë solidariteti me punëtorët. Kryeministri slovak Robert Fico njoftoi se mbrëmpunoi turnin e natës në një furbuke si ngarkues në shenjë solidariteti me punëtorët. Fico shoqëroi shoferin në shpërndarësi të simiteve dhe mori përsipër të gjithë punën fizike të përfshirë në proces. U kry turni natës, u kry me sukses pas meje, ëmbëlsirat lloje të ndryshme u shpërndan, puna u krye. Sot në ditën e punës do të bëhemi edhe më të vetëdijshëm për vlerën e punës dhe zanatit të ndershëm. Jam krenar që bëj punën time për njerëzit plotësisht, ashtu si duhet jetë, shkroi Fico në Facebook. Natën e 1 majit, kryeministri slovak mori pjesë në një shërbim shpërndarje furbuke në qytetin e vogël slovak, Banovske nad Bebravo në Slovakinë perëndimore. Fico shoqëroi shoferin e shpërndarjes dhe kreu të gjithë punën fizike duke ngarkuar produktet në kamion dhe duke i shpërndar ato te klientët. Ai tha se pati mundësi të fliste me njerëz që merrnin mallra dhe diskutonte tema nga sporti te politika me shoferin e furrës ndërsa ishte rrugës. Një tjetër përvojë mirë, përfundoi Fico duke shtuar se puna si ngarkues është një punë serioze fizike.